ende e padalodrita. Erdi Maria Magdalena dhe vatit, dhe pas e buri ishte hequr prej vatit. Atëherë erdi vrapët e Simon Pietri, e tek ai nxënësi tjetër, të cilin Jezusi e dogte e u tha: e kanë marrë zotërinë prej vatit e nuk dini se ku e kanë dhënë. Atëherë dolën Pietri dhe ai nxënësi tjetër e u nisën drejt vatit. Vraponin të dy bashkë, por ai nxënësi tjetër ja kaloi Pietrit e arriti i pari tek varri. Ai u përkul dhe pa përkurat e bëna aty, por nuk hyr. Ndërkaq mërriti edhe Simon Pietri që po ishte nga sti e hyri në varr. I pa përkurat e bëna në rizën që pati qenë në krye të Jezusit. Kjo nuk ishte e përkurat, por veshpas e palosur në një vend. Atëherë hyri edhe ai nxënësi tjetër që mërriti era nga varri, pa e besoi. Në të vërtetë ende nuk e kishin kuptuar shkrimin shenjtë se duhej që ai të ngjallej prej së vdekjes. Jala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Por rin indiferent. Pak ju ndryshon nga jeta e tyre. Nga ana tjetër, në mes të 12 apostujve, kemi pasur edhe një apostull të cili korruptohet zemra. Zot të vetëm, Jezu Krishti, ne të veknim mirin e ty, të rritur prej afit para të gjithë shekujve, hyr prej ty, drit prej ditës, hyr vërtet prej ty vërtet, i lindur jo i krijuar, i një shëshëm e allit, në përmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet, ai për të njerëzit dhe për shpëtimin tonë, zbriti prej qiellit, e u nshërua për ty të Shpirtit Shenjtë, prej Virgjës Marie, e u bën njeri, si të vetëm, për faljen e mëkateve, freskëtarjen e dërguesve, dhe jetën e pastosur. Amen. E ringjall dëgjona oa. Për Krishtin e ringjallur, dëgjona oa. Për papën dhe barin të kishës, që të drejton gjithmonë, popullet e pasuarve me dashuri e dikuri të rishtenër. Për Krishtin shumë e ende e drejtë. Për një mend, është punë e ende e drejtë, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, të të lëvdojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos të madhërojmë më me drejtë të ditë, kur u krijua Krishti bashka jonë. Dhe një mend, ky është qëndje i vërtetë që shkruajmë fatit e botës, duke vdekur e shkatroi vdekjen tonë, e duke u ngjallur nga përkëriu në jetë. Prandaj, njerëzimi në mbar botën ngadon me harret e plotë të pashkën, por edhe fuqitë e epërme dhe pushtetet angjëllore e këndojnë himnin e lavdisate duke thënë pa pushim.
Ty pra po lutemi shëndroj të dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëjnë për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krisht. Ai kur vullnetarisht po pranon të mëndime, mori bukën, të falenderoj e theu, po alan zënzve të vetë, merrni e hani të gjithë prej tij. Ky është korpi që do të fillojë për ju. E pini të gjithë prej tij. Ky është kirku i gjakut tim, i bestimit së re të zhanëshuar, që do të vlerëtet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Punojmë pikën tënde o Zot, shpallim gjalljen tënde, dhe presim ardhjen tënde me ngërim. Në për Krishtin e me Krishtin e në Krishtin, ky o atë ky i gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qoftë çdo ndere nga ti, për të gjithë shekuj e shekujve. Amen. Një vendje e një zemër si një familje rrëve e Zotit, i drejtohemi ative tutjen që ai vetë na ka mësuar. Ati ty, Shëje në qiell, u bërë punesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i falë fajjet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjerë në tundim, por na liron nga i keqi. na liro po të lutemi o Zot për të gjitha të qijave, e për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona, e në saj mëshirë sate do të lironi të gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e tume, ardhjen e shpëtimtarit tonë, Jezu